Në muajin e mars, Komuna Tuzit ka nisur realizimin e projektit të parkut ekologjik për fëmijë, një projekt që ka marrë mbështetjen nga Ekofondi. Parku do të ketë një sipërfaqe prej 2500 m2 dhe ka për qëllim të ofrojë fëmijëve një ambient të sigurt dhe natyror për lojë dhe aktivitete. Ky projekt është një hap i rëndësishëm për krijimin e një komune më të gjelbër dhe më të mirë, ku të vegjëlit tanë mund të rriten dhe zhvillohen në një mjedis të shëndetshëm. Kostoja plot e projektit është mbështetur pjesërisht nga Ekofondi, i cili ka kontribuar në financimin e tij, duke mundësuar kështu realizimin e kësaj nisme të rëndësishme për komunitetin. Projekti është parashikuar të përfundojë brenda 90 diteve dhe pritet të jetë në përdorim për fëmijët pas përfundimit të ndërtimit. Parku do të ofrojë hapësira të ndryshme për lojra dhe aktivitete, duke përfshirë një staz për biçikleta dhe një shtëpi verore. Për përcaktimin e sipërfaqes prej 2500 m2 është bërë një vlerësim i kujteshëm për të siguruar që do të ketë hapësira të mjaftueshme për aktivitete të ndryshme, pa prekur ekuilibrin natyror. Ideja fillestare ka qenë sekretariatit për zhvillim, pastaj edhe me përkrahjen e kryetarit dhe kolegëve të tjerë, kemi parë të arsyeshme të bëjmë një park i cili ka me keni përkushtuar për fëmijët e komunës tonë, dhe ky park përveç asaj do të paraqes një zonë urbane e cila është pra pikërisht nu tek gjimnazi dhe te parku sheshi Skënderbeu. Sa është kostoja plot e projektit për parkun ekologjik për fëmijë dhe sa ka kontribuar Ekofondi në financimin e tij? Po në bashkëpunim me Ekofondin dhe Komunën e Tuzit, projekti është kontraktuar me vlerën 152.000 euro, kurse Ekofondi ka marrë pjesë me vlerën prej 50.000 eurosh. Për sa kohë është parashikuar që ky projekt të realizohet dhe të jetë në përdorim për fëmijët? Parku është planifikuar të realizohet në afatin kohor prej 90 ditëve nga dita e nisjes së punimeve, pra siç e shihni edhe vetë punimet kanë nisë dhe shpresojmë që të kryhet edhe para afatit, pra se 90 ditor, të kryhet edhe më parë, sepse edhe vetë kompania ka shpreh gatishmëri që të kryhet para afatit, pra para afatit kohor, cili janë para me kontrakt. Cilat janë disa nga hapësirat kryesore që do të ofrojë ky park? Parku do të ketë përveç kendit të lojrave për fëmijë, do të ketë edhe stazat për biçiklista, pra trim stazën për rreth parkut, pastaj do të ketë edhe shtëpinë verore. Përveç atyre do të ketë edhe gjelbrimin e paraparë me projekt, edhe do të ketë gardhin, i cili do të izolojë rrugët lokale nga vetë parku. Hyrja kryesore do të jetë nga ana lindore dhe përveç kësaj gjatë planifikimit kemi marrë parasysh edhe vetë sigurinë e fëmijëve që mos të dalin në rruga, por të jenë pra të fokusuar vetëm në park dhe mos të kenë mundësi të dalin në rrugë dhe të rrezikojnë kështu edhe jetën e tyre në. Dhe sa i përket mbikëqyrjes apo planit të cilës si po vazhdojnë punët, kush është i ngarkuar me këtë detyrë? Po, në prokurimin publik, pra ka fituar kompania Geotim MNE në konsorcium me Eurozox dhe Projekt Verde, kurse mbikëqyrësi është Projekt Men SHPK, pra të cilat janë fituar në prokurimet publike. Dhe pse është zgjedhur një sipërfaqe që, pra sipërfaqja e këtij projekti është 2500 m2? Si është bërë e gjithë kjo përzgjedhje? Shikoni, tashti me zonën, në këtë zonën që jemi tani, është zona rekreative, sportive dhe zona pjesa e shkollave. Pikërisht është përzgjedhur këtu sepse është zona më frekventuar dhe ka lidhjen, do të bëjmë lidhjen pra të parkut sheshit Skënderbeu me këtë parkun ekologjik, të themi kështu, për fëmijët, pra për të cilën ku do të plotësohet kjo zonë
do të plotësohet edhe për të rritur edhe për fëmijët. Pra i ka rolin e dy fisht, sepse edhe prindrit kanë sekunde ku të presin fëmijët gjatë luajtjes, edhe fëmijët kanë ku të luajnë gjatë ndenjes së tyre në ambiente të hapura. Ky projekt ka pasur edhe mbështetje nga konsultimet me prindërit, të cilët kanë dhënë mendimet e tyre për të siguruar që parku do të ofrojë gjithçka që fëmijët kanë nevojë për zhvillimin e tyre. Kjo nismë ka qëllim jo vetëm zhvillimin e fëmijëve, por edhe krijimin e një ambienti të sigurt dhe të bukur për të gjithë familjet e komunës së Tuzit. Po, na kemi pasur kërkesë të vazhdueshme për parqet, sidomos për parqet e fëmijëve, edhe në projektet e mëparshme në të gjitha katunet, apo themi në lagjet përreth qendrës së Tuzit, kemi pas një projekt për shpërndarjen e lojrave me përpara. Pastaj kemi pasur të arsyeshme që të bëhet një park pikërisht për ta, për të cilën do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë. Përveç këtij projektit, na kemi edhe disa projekte tjera, të cilat pikërisht në këtë zonë do t'i realizojmë në të ardhmen dhe mendoj që vetë financimi i këtyre projekteve, zonave të zelbërta dhe parqeve është një detyrë jona e komunës që t'i mundsojmë qytetarëve që t'i shfrytëzojnë sa më mirë. Mund të na cekni disa prej atyre projekteve që pritën të realizohen? Po projektet ashti lidhur me parqet apo me infrastrukturën lokale, kemi ndërmend të bëjmë edhe pjesën e rrugës këtu në vazhdimsi prej të gjimnazit deri tek Dushisi, pra është rruga e cila përçon deri te katuni Dushisit, e cila do të ketë gjithashtu edhe një stazh për këmbësorët, do të mundsojë njerëzve apo qytetarëve të bëjnë rekreacione të ndryshme.